në fillim për të mbushur nevojat e trupit është 3 deri 6 muaj rekomandohet, po sa thonë edhe deri 1 vit, po 3 deri 6 muaj besoj se janë të mjaftueshme për të marrë dozën që rekomandohet nga FDA, Departamenti i Shëndetit dhe ushqimit këtu në Shtetet e Bashkuara. Është një dozë 420 mg, po unë kam tabela për atë, mirë me nxjerr për publikun. Kjo është doza për atë 420 mg dhe 400 mg për të rriturit dhe 320 për burrat dhe 320 për gratë. Pastaj ka për shtazani, për fëmijë, për gjitha ajo tabela është shumë i rëndësishëm për kockat. Është shumë i rëndësishëm sepse magneziumi ka një veti që ta themi që në fillim që kontrollon shumë kalciumi, në kuptimin ata janë kompetitiv. Është një shprehje këtu në këto libra dhe kështu, ata vallëzojnë me njëri tjetrin, i thonë, në kuptimin që ndikojnë tek njëri tjetri, nëse janë në nivele normale në organizëm, kalciumi është në nivel normal në organizëm. Shumë rrallë ndodh që kalciumi ulet, sidomos në moshat e vjetra, te gratë pas menopauzë dhe ai ulet. Por në dietën e sotme, thuhet që kalciumi dhe magnezi, raporti midis tyre duhet të jetë 1:1 ose 2:1 në favor të kalciumit. Këtu ka shku 5:1 dhe disa thonë edhe më shumë 10:1 në favor të kalciumit. Këto 50-60 vjet e fundit që janë shtu shumë produktet e bulmetit, janë shumë fast foodet, ushqimet që nuk njerëzit i përdorin, i shijojnë, po nga ana tjetër nuk duhet u dinë vlerën kur edhe sasinë që marrin, se ka rëndësi edhe shumë se sa sasi marrin. Se bulmeti nuk ka qenë përpara, dhe njerëzit kanë jetuar edhe pa bulmet. Pastaj ne kalciumin nuk e marrim vetëm nga bulmeti, kalciumi ndodhet në gjitha këto zarzavatet, perimet, sallatrat, gjithë jeshillëqet kanë shumë kalcium. Ata kanë shumë të ulët magnezium për të thënë sportistët. Çdo njeri që bën aktivitet fizike ka shumë të ulët sepse e harxhon shpejt, sepse ai si karburanti. Nëse ti punon shumë, ai harxhohet shpejt. Nëse nuk e merr dhe me ushqime, ai prapë është i ulët. Edhe këta futbollistët kanë kështu, deri arrin deri kalcifikime të muskujve, do të sugjeroja që edhe ata që merren me sport, edhe kush gatuan për ta, edhe kush jep rekomandime, mjek të gjithë, të lexojnë shumë për magneziumin dhe të shohin se çfarë ndryshimi do të ketë. I shoh nga njerë futbollistët kombëtarë janë shumë të lodhur, me siguri që kanë pak magnezium. Jam i bindur për ta. Mungon burimi i energjisë, mungon karburanti i tyre, nuk përdoret. Edhe nëse e ke ti se ajo mitokondriat e prodhojnë atë, nëse nuk e ke me magnezium, ai nuk vepron. Atë po ja lidhet me magnezium dhe bëhet vepruese vetëm me kësaj të këtia. Kështu që do zoti që ne të kemi dhënë mesazh të plot për ta, unë do të jem shumë aktiv në Facebook dhe do të mirëpres çdo pyetje, natyrisht që unë punoj nga çik, po në kohën e dur unë do të përgjigj njerëzve për çdo lloj problemi shëndetësor që do të kenë. Gatimi i ushqimit ndikon shumë në shfaqjen e sëmundjeve, në kuptimin që rekomandohet dieta mediterrane, do të thënë dieta mezetare, po përdorimi i vajit ulliri në skuqje, sepse një pjesë ne nuk kemi pas përpara, zjarri lindi vonë, njerëzit kanë jetuar edhe pa nxehtësi, por nxehtësimi ose ngroja ose zjerja e ushqimeve është e domosdoshme sepse luftohen mikroorganizmat, ushqimi bëhet më i mirë, më i tretshëm dhe aktivizon proteinat, bën më të thjeshme, rrit imunitetin, ushqimi kur është më i lehtë për të asimiluar nga organizmi. Ama kur ne tepërojmë me gatimin, kur ne bëjmë një zjerje me temperaturë mbi 200 gradë për shembull, ose i skuqim gjërat, këto janë tregojnë që substancat ushqimore mund të denatyrohen, mund të paksohen elementet e tyre që janë në organizëm, siç janë vitaminat me nxehtësi shumë të lartë, ose kur dhe preferohet që skuqja është më e dëmshme se sa zjerja. Dhe zjerja në temperaturë më të ulët është më e mirë se sa zjerja në temperaturë lartë. Ndërsa pjekja, kur pjekim mish ose produktet e tjera, peshku të gjitha, ato ne, siç bëjmë në zgara ose jashtë me zjarr, mirë është që mos ketë kontakt me flakën, mos të digjen, mos bëhen shumë kafë.
sepse ajo pjesa që bëhet e djegur, kafër, jetë I themi ne mutacione genetike edhe kancer. Edhe këto sëmundjet kronike mendohet që një pjesë e sëmundjeve kronike të lidhen me mënyrën e gatimit, edhe të amballazhimit të ushqimeve, është shumë e rëndësishme, gatimi dhe amballazhimi I ushqimeve. Po këtu do të thosha që një vezë, unë kam shumë këtu material, po nuk mund të flas dot për ta kaq gjatë. Megjithëse koha kufizuar. Një vezë e cila zihet është më mirë se sa një vezë e skuqur, sepse kolesteroli është shumë sensibël. Edhe ai menjëherë oksidohet. Ne themi që duhet të marrim antioksidant, po pse të marrim antioksidant kur ne mund ta parandalojmë këtë, sepse kjo nutrition këtë ka lufton që ne të parandalojmë sëmundjet, pastaj edhe të mjekojmë, kuptohet, po në radhë parë I parandalojmë. Kjo ishte dëshira ime dhe unë e realizova pak a shumë me Dritare TV. Unë I falenderoj shumë juve, zonjë Rudina, që më hapi dritare, edhe për mua është ambasadore e diasporës.